Pjesë demokratike të Kosovës për deputete Janina Ymeri ka konfirmuar raportimin e televizionit se bloku B1 i korporatës energjetike të Kosovës ka rënë përsëri. Kjo si pasaj është një ditë feste për Vuk Hamovicin dhe Martin Berishajn. Për këtë, ajo më gjërësisht ka folur në emisionin Ora 7 në Klan Kosova, ku ka kritikuar qeverinë aktuale në menaxhimin energjetik. Ajo është ndodhë që ajo që është prit, është ra veç bloku B1, para do dite ra ungret tani prap tash ka ra. Faktikisht vetëm gjysmën e ngarkesës jemi të mujtë me furnizu, gjysma tjetër është ose import ose reduktime. Kjo është qysh edhe kom thonë edhe marët, edhe njës të energjisë ata që kanë mujtë edhe me pranu është kolaps energjetik, po nuk është që kolapsi nuk kuptohet që as spitalet s'kanë me pas rrymë, dhe se na dhe gjysën e kemi me rrymë, mujna me furnizu. Po është problemi që sidomos në do ditë feste, nuk janë të mujtë me menaxhu ngarkesën që e kanë.